Në rrjetet sociale është shënuar një numër i lartë personash që kanë publikuar votën dhe procesin e votimit në tërësi në shtëpitë e tyre. Në video janë përcjellë edhe reagimet e tyre negative për partitë, teksa shprehin urrëtie për një forcë të caktuar, zbulojnë hapur votën për subjektin tjetër. Pra, po vërej të rëndom një fenomen që ishte paralajmëruar prej kohësh, cënimi i fshehtësisë së votës. Kjo përbën një shkelje të rëndë ligjore. Janë vënë re raste kur votimet janë zhvilluar në mënyrë familjare. Nga ana tjetër, ka patur edhe raste kur zarfet nuk u janë dorëzuar votuesve në adresën e tyre, por fqinjve. Të gjitha këto shkelje konsiderojnë vepra penale dhe janë institucionet e drejtësisë ato që duhet të ndërhyjnë për të zgjidhur çështjen. Kjo situatë i vendos institucionet ligjzbatuese përballë një tjetër problematike, pasi nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje me vendet e tjera për të mundësuar ndjekjen e rasteve të tilla. Asnjë nga institucionet apo organizmat që veprojnë gjatë kësaj periudhe zgjedhore në Shqipëri nuk mund të veprojnë në vendet e tjera. Rruga që mbetet është dërgimi i letërporosive, pasi prokuroria të ketë nisur hetimet, kryesisht bazuar në materialet online. Deri në atë moment gjithçka mbetet në dorën e vetë shqiptarëve të diasporës, por edhe nëse ekziston vullneti, hetimet të tilla mbeten të vështira pasi kërkojnë ekspertizë të lartë kibernetike.